Mirëmbrëma të nderuar zonja dhe zotrin, do t'jemi së bashku në edicionin qendror të lajmeve këtu në ekranin e kanalit 7. Ndër të tjera do të ndiqni. Nis në gjykatën e posaçme gjyqi ndaj ish-kryeministrit Sali Berisha i akuzuar për korrupsion, por seanca është htyr pasi dhëndri i tij nuk e kishte njoftuar. Drejtori i prokurimeve publike Jonaid Myzyri akuzohet zyrtarisht për shkelje të barazisë në tendera. Gjykata jep masën e sigurisë dhe e pezullon nga detyra. Nis rinumërimi i votave të qarkut të Fierit. Nisma Shqipëria bëhet synon t'i marrë një mandat Partisë Socialiste, por deri më tani koalicioni po humb vota. Nxënësit e klasave të nënta mbyllën këtë të hënë ciklin e provimeve të lirimit. Testimi i fundit u zhvillua për gjuhën e huaj, që u konsiderua i lehtë. Vjojmë të njihemi më gjërësisht me zhvillimet kryesore të ditës së sotme. Seanca e parë gjyqësore ndaj ish-kryeministrit Sali Berisha i akuzuar për aferën Partizani nuk u zhvillua. Gjykata e posaçme u detyrua të shtyjë procesin për në 21 korrik. I pandeuri tjetër, Jamar Bromalltezi, tha se kishte firmosur fletëthirrjen, por nuk e kishte njoftuar fare liderin e opozitës. Dështon gjyqi Sali Berishës. Në seancën e parë ish-kryeministri i vendit nuk ishte prezent, por u përfaqësua me avokatët e tij Genc Gjokutaj dhe Sokol Mëngjesi. I pandehur në këtë proces është edhe dhëndri i liderit të opozitës Jamar Bromalltezi. Si arsye për shtyrjen e seancës, shërbeu mosmarrja dijenie e kreut të Partisë Demokratike. Brenda gjykatës, Maltezi tha se fletëthirrjen e kishte firmosur ai, por pranoi se nuk e kishte njoftuar ish-kryeministrin. Njoftimi për zotin Berisha ka ardhur të premten. Sipas kodit të procedurës duhet vinte 10 ditë para. Ka ardhur para 2 ditësh, që në këtë moment ne shikojmë që shteti bën farsa, sepse shteti, policia le themi, e kishte njoftimin që para 2 javësh. Zgjodhi ta sillte të premten, pikërisht për këtë punë. Po ashtu Maltezi deklaroi se përgjatë shqyrtimit gjyqësor do të kërkojë si dëshmitar edhe kryeministrin Edi Rama. Sipas tij, procesi është i motivuar politikisht. Edi Rama duhet ishte i pandehur, sepse Edi Rama ka shkaktuar dëm. Pra në gjithë këtë çështje, në rast se kemi një dëm në financat publike, kemi një dëm 340.000 euro në financat publike, të cilat i ka paguar Bashkia e Tiranës nga shpërdorimi i detyrës së Edi Ramës. Ndërkohë, mbetet e paqartë nëse gjyqtarja Elsa Ulliri, kryesuese e togave të zeza, ka kërkuar apo jo të heqë dorë nga procesi për shkak të një konflikti të mundshëm interesi. Për këtë çështje, zyra e shtypit e gjykatës së posaçme njoftoi se në datën 21 korrik, që përkon edhe me seancën e ardhshme, do të bëjë publike nëse gjyqtarja e ka kërkuar apo jo diçka të tillë dhe vendimarrjen. Por për avokatin Genc Gjokutaj, vendimi nëse gjyqtarja ka kërkuar apo jo dorëheqjen do të duhet të ishte dhënë. Pa ishte seancë. Sa kohë që një gjyqtare bën muhabete paraqet nëpër korridore dhe vjen drejton seancën, këto janë historira të tejkaluara. Unë mendoj që 10 ditë përpara që është bërë kjo kërkesë, që thoni ju, kjo nuk duhet lënë të vinte dita e gjykimit, pra do të marrë një vendim. Dhe unë besoj që nëse është bërë, edhe vendimi për mospranimin e saj duhet jetë marrë. Në bashkëpunim, Berisha dhe Maltezi akuzohen për korrupsion, ndërsa dhëndri i tij edhe për pastrim parash me privatizimin e ambienteve të ish kompleksit sportiv Partizani. Bashkëpunëtor në krim, SPAK pretendon se janë edhe ndërtuesi Fatmir Bektashi, që akuzohet për korrupsion aktiv dhe pastrim të produkteve të veprës penale. Për veprën e fundit penale akuzohen edhe Xhimi Begeja dhe noterja Andja Pustina. Për Sali Berishën, procesi gjyqësor ndaj tij është politik dhe i pabazuar në prova. Lideri demokrat thotë se hetimet 5-vjeçare të prokurorisë nuk gjetën asnjë shkelje ligjore. Kryetari i Partisë Demokratike, ish-kryeministri Sali Berisha, e cilësoi piramidë mashtrimi procesin gjyqësor që nisi sot ndaj tij. Berisha zgjodhi rrjetet sociale për të reaguar duke theksuar se akuzat janë politike. Sot fillon procesi gjyqësor politik në GKK për dosjen Partizani, fund e krye një piramidë mashtrimi. Kryetari i Partisë Demokratike Berisha sqaroi elementë të dosjes Partizani duke akuzuar prokurorët e posaçëm se nuk kanë prova kundër tij dhe dhëndrit Jamar Bromalltezi. Por akuzën e tyre për dosjen Partizani nuk ka asnjë fakt penal. Jamar Bromalltezit nuk i është dhënë asnjë metër katror tokë publike. Nuk ka asnjë provë, asnjë dëshmi, asnjë dokument që tregojë se Berisha ka bërë ndërhyrjen më të vogël ndaj kujdo. Sipas kryetarit Partisë Demokratike Berisha, SPAK-u nuk ka arritur të gjejë asgjë të palishme, edhe gjatë hetimit për pasurinë e ish-kryeministrit.
Pas 5 vite shetimi të vettingut 30 vjeçar, kanë gjetur se Sali Berisha bashkë me të shoqen disponon gjithsej 100.000 euro kursime të 54 viteve punë dhe një apartament 40 metër katror më të madh se sa ai që ka pasur gjatë diktaturës, dhe se ai dhe fëmijët e tij kanë zbatuar vetëm ligjin. Në tetorin e vitit 2023, SPAK nisi zyrtarisht hetimet e kryetarit Partisë Demokratike për akuzën e korrupsionit pasiv. Sipas prokurorëve të posaçëm, Berisha gjatë kohës që ka qenë kryeministër i Shqipërisë ka ndërmarrë veprime për të favorizuar dhëndrin e tij Amarbër Maltezi, për të marrë pronën tek ish kompleksi sportiv Partizani dhe për të ndërtuar atje një kompleks pallatash. Kreu i Komisionit të Prokurimit Publik, Jonaid Myzyri, është zyrtarisht në akuzë për shkelje të barazisë në tendera. Ndaj tij gjykata e posaçme caktoi masën e sigurisë detyrim paragjitje. Myzyri u pezullua dhe nga ushtrimi i detyrës si pasojë e urdhrit për të paraqitur në policinë gjyqësore. Pak ditë më parë ai u mori pandehur nga SPAK në kuadër të një hetimi për shkelje të barazisë në tendera, vepër penale e dyshuar se është kryer në bashkëpunim me persona të tjerë. Hetimet kanë nxjerrë në dritë dyshime se gjatë ushtrimit të funksionit, ai ka ndikuar në mënyrë të padrejtë në procedurat e prokurimit publik, duke cënuar parimet e barazisë dhe konkurrencës së ndershme në tendera. Fjala është për lotin e 5 të mirëmbajtjes së një rruge nga Rësheni tek ura e Repsit. Të pandehur janë edhe 7 antar të Komisionit të Prokurimeve Publike, ndërsa 3 persona të tjerë u morën të pandehur për falsifikim dokumentesh. Nisma Shqipëria bëhet shpreson t'i marrë një mandat Partisë Socialiste në qarkun e Fierit, por deri më tani nga rinumërimi i kutive të para, koalicioni Adriatik Lapajt rezulton me humbje votash. I gjithë qarku i Fierit po i nënshtrohet procesit të rinumërimit të votave për subjektet politike dhe për kandidatët respektiv. Rinumërimi po zhvillohet në ambientet e Pallatit të Sportit Fahri Oti në kryeqytet, ku deri pas dite janë rinumëruar mbi 150 kuti, ndërsa diferenca në vota mbetet e papërfillshme ende. Anki Mimi u bën nga Nisma Shqipëria bëhet e Adriatik Lapajt që humbi një mandat në Fier përballë Partisë Socialiste. Konkretisht, Azmer Duleviç e humbi mandatin me diferencë 500 vota ndaj Zeqine Çaushit të Partisë Socialiste, ndërsa gara më e ngushtë mbetet brenda vetë Selis Roz, ku Çaushi ndahet nga kolege e saj Maldita Bardho me vetëm 64 vota plus. Referuar statistikave, Shqipëria bëhet ka zbritur 6 vota nga rezultati finali 14 majit. Partia Socialiste nuk ka pasur ndryshim, ndërsa Partia Demokratike ka zbritur me 50 vota. Lëvizja Bashk me 1, Euroatlantikët me 1, ndërsa ka rikuperuar 3 vota Partia Social-Demokrate dhe Aleanca Demokracia e Re. Partia Demokratike nuk shpreson për mandat, por e konsideron si një aksion në shërbim të transparencës. Pas qarku të Fierit, rinumërimi do të zhvillohet edhe për 257 kutit e qarku të Durrësit, përfshirë edhe diasporën. 3 ditë më parë përfundoi rinumërimi në qarkun e Tiranës me 0 ndryshime në rezultat. Të gjithë ata që aplikojnë për kredi për banesa duke filluar nga një korriku, duhet të kenë parasysh rregullat e reja. Bankat nuk do të financojnë më vlerën e plotë të apartamentit, ndërsa për shtëpitë e dyta, financimi do të jetë deri në 80%. Nga data një korrik hyn në fuqi rregullat e reja të Bankës së Shqipërisë, të cilat kufizojnë kredit për pasuri të paluajtshme. Nga e marta, cili do që do të aplikoj për të marrë një kredi për shtëpi, nuk do të ketë mundësi të marrë 100% të vlerës financim nga sektori bankar. Konkretisht, rregullat e reja parashikojnë që blerja e shtëpisë së parë në lek mund të financohet deri në 85% të shumës, ndërsa shtëpia e dytë deri në 80%. Nëse kredia do të merret në valutë, financimi është edhe më i ulët. Rregullat e reja përfshin edhe këstet mujore. Për huat në lek, kësti mujor i kredis nuk mund të kalojë 35 deri në 40% të ardhurave mujore, ndërsa ato në valutë do të jenë 30 deri në 35%. Qëllimi është që të ruhen kredimarrësit nga ekspozimi i luhatjes së kursit të këmbimit. Vitet e fundit ka një interes të shtuar të blerjes së pronave në vend nga shtetas të huaj, emigrant apo dhe qytetarë që jetojnë në Shqipëri. Ky interes shoqërohet me raste edhe me blerje objektesh pa nisur ende punimet në terren. Banka e Shqipërisë argumenton se të dhënat ekonomike nuk paraqesin ndonjë rrezik të mundshëm për ndonjë krizë në këtë treg. Por vendimi për shtrëngim të kredive për banesa është një sinjal për të stepur sadopak rritjen e ndjeshme të çmimeve për pasuritë e patundshme që ka përfshirë të gjithë vendin. Kjo është era e parë që Banka Qendrore merr një vendim të tillë për kufizim të financimeve, ndaj mbetet për tu parë efekti i saj në treg.
Është inauguruar këtë të hënë selia e re e ambasadës shqiptare në Vatikan. Në aktivitet morën pjesë ministri i jashtëm Migli Hasani, sekretari për marrëdhëniet me shtetet dhe organizatat ndërkombëtare në Selinë e Shenjtë, ministri i punëve të jashtme të urdhrit sovran të Maltës, si dhe përfaqësues të trupit diplomatik të akredituar pranë Selisë së Shenjtë. Në fjalën përshëndetse, ministri Hasani e ka cilësuar këtë hap si dëshmi të forcimit të marrëdhënieve mes Shqipërisë dhe Selisë së Shenjtë, e cila është bërë gjithnjë më e fortë dhe më e orientuar drejt të ardhmes, bazuar në dialogun ndërfetar dhe paqen globale. Për 6 muaj me radhë, pedagog, gazetar dhe ekspert të komunikimit realizuan një studim mbi lirinë e shprehjes në Shqipëri. Gjetjet e tyre janë prezantuar këtë të hënë, ndërkohë që do t'i dërgohen për diskutim edhe parlamentit. Parlamentit çdo vit është mbajtur sot takimi përmbyllës promovimi i lirisë së shprehjes në Shqipëri përmes dialogut të hapur, një iniciativë mbështetur nga Bashkimi Evropian dhe Këshilli i Evropës në bashkëpunim me Departamentin e Gazetarisë dhe Komunikimit pranë Universitetit të Tiranës. Për më shumë se 6 muaj, aktor nga media, qeveria dhe shoqëria civile janë përfshirë në 9 takime tematike, duke diskutuar mbi sfidat kyçe dhe duke propozuar rekomandime konkrete për përmirësimin e mjedisit mediatik në Shqipëri. I pranishëm ishte edhe kreu i delegacionit të Bashkimit Evropian në Shqipëri, Silvio Gonzato, i cili theksoi rëndësinë e një debati të hapur dhe gjithë përfshirës për lirinë e shprehjes si shtyllë themelore e demokracisë. Why did we decide to engage personally in this endeavor? Because Pse vendosëm që të angazhohemi personalisht në këtë përpjekje, sepse kjo është një element kyç i procesit të integrimit në këtë kontekst. Shqipëria duhet të marrë një sër reformash të thella dhe masa konkrete për të siguruar lirinë e shprehjes. Kjo liri është një ndërshtyrë kryesore për shtetet anëtare të demokracisë dhe janë në thelb të gjitha kërkesave që shtetet duhet të përmbushin përpara se të integrohen dhe pranohen në BE. Si shtete anëtare të BE-s kemi arritur në konkluzionin që kjo reformë duhet të theksojë sigurinë e gazetarëve, të sigurojë transparencën e financimit të medjave, qofshin private apo publike, dhe të sigurojë pavarësinë e transmetimit në përputhje të plotë me standardet e BE-s. Ekspertët e Këshillit të Evropës prezantuan gjetjet dhe rekomandimet për temat delikate që lidhen me funksionimin e medias në vend. Diskutimet u zhvilluan në prani të përfaqësuesve të institucioneve, organizatave të shoqërisë civile dhe aktorëve mediatik, ndërsa pjesëmarrësit patën mundësi të kontribuojnë me propozime. Gjuha e huaj shënon mbylljen e ciklit të provimeve bazë për nxënësit e klasave të nënta. Për afro 2 orë gjysmë ata janë testuar këtë të hënë në lëndën e anglishtes. Rreth 28.000 nxënës kanë përfunduar sot ciklin e provimeve të arsimit bazë me testin e njohurive në lëndën e gjuhës së huaj. Nxënësit të cilët u testuan në anglisht thanë se ky ishte provimi më i lehtë. Më i lehtë ishte anglishtja, ishte nivel shumë fillestar dhe më i vështirë besoj matematika. Provimi ishte shumë i lehtë, ishte niveli A2, që është nivel shumë fillestar, s'kisha asnjë vështirësi, jo, as shokët e mi besoj se jo. Për mua ishte shumë i thjeshtë dhe besoj se gjithë nxënësit e kishin të thjeshtë anglishten. Më i lehtë ishte ky anglishtes. Nxënësit janë njohur edhe me rezultatet e gjuhës shqipe, për të cilën shprehen të kënaqur. Po, me provimin e gjuhës isha goxha i kënaqur, isha përgatitur shumë dhe me zy shumë kujtestare dhe vetëm, dhe mora rezultatin që besoj që meritoja. Ishte shumë të kënaqur se kisha marrë 10. Shumë i lartë se ç'mendoja. Domethënë ishin goxha nxënës që kishin marrë notën maksimale. Testimi nisi në orën 10 dhe zgjati 2 orë e gjysmë, ndërsa nxënësit janë paraqitur në qendrat e provimeve të paktën 1 orë para nisjes. Ata janë në pritje të rezultateve edhe për 2 lëndët e tjera, të cilat mund t'i marrin individualisht në shkollat përkatëse nga mësuesit kujdestar. Ekipet shqiptare që luajnë në Europë kanë zgjedhur vende të ndryshme të Ballkanit për të përgatitur për duelet e muajit korrik. E para që do të zbresë në fushë në Champions League është Egnatia, e cila në 8 korrik do të presë në Rogozhin islandezët e Breidablik. Ndërkohë Skënderbeu, që dikur shkëlqente në Europë, tani është në fazë riorganizimi, pasi u rrëzua nga kategoria dhe synon të hapë një cikël të ri. Ekipet shqiptare që luajnë në Europë, ndryshe nga vitet e kaluara, kanë zgjedhur të spostohen më shpejt jashtë vendit për të zhvilluar përgatitjet në prag të dueleve në Champions dhe Conference League. Ndryshe nga Partizani, Dinamo dhe Vllaznia, Rogozhinasit do të zbresin shumë shpejt në fushë në datë 8 korrik në duelin e parë të raundit parë kualifikues të Champions League. Egnatia do të përballet me islandezët e Breidablik.
Skuadra e trajnerit e Dirtetova zgjodhi Bullgarinë për të përgatitur, duke qenë se atje temperaturat janë më të ulta. Progozhinasi zhvilluan 4 ndeshje miqësore, një humbje, një barazim dhe 2 fitore. E fundit të dielën kundër rumunëve të Farul Konstanca, fal golit të shënuar nga blerja më e rëndësishme e verës Castro Selmani. Nga ana tjetër, Skënderbeu vite më parë një ekip që shkëlqente pikërisht në Kupën e Europës, duke shkuar deri në grupe, sot po përpiqet të ringrihet pas një fund sezoni zhgënjyes, ku korçarët duhet pranonin rënien nga kategoria superiore. Ata kanë nisur fazën përgatitore me trajnerin Ernest Gjoka dhe me lojtarë që sipas tij do të jenë baza e së ardhmes. Unë mendoj që boshti i skuadrës ka qenë nga ajo që ndërtuam paktën mbas janarit, me ardhjet e reja. Sigurisht disa lojtarë kanë ikur, por boshti ato që ne mendonim që do na shërbejnë edhe në të ardhmen i kemi mbajtur. Sigurisht që kjo është kampionat ndryshe. E mira do ishte që ne atë punë të mirë që bëm 2-3 muaj të ta korrizonim me sukses, po tashmë kjo ka kaluar dhe besoj kemi nxjerrë mësimet tona. Unë mendoj që kjo skuadër që do ndërtohet si vjet, do ndërtohet jo vetëm për bazat e kategorisë parë, por edhe për të ardhmen. Korçarët janë me sy e vesh për të kuptuar se kur do të bëhet realitet ëndra e tyre për një stadium të ri. Ishte gjithçka e përgatitur për edicion informativ, unë ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë, mirëpafshim.